Shikues se Radio Televizionit 21, këtu pranë vetes unë kam kënaqësinë kam zotrin Esat Lata, për ndryshe kryetari I Federatës së bodybuildingut dhe fitnessit. Kam kënaqësinë që të kam në studion e emisionit I Kapim Labin midis Gjakovës. Faleminderit. Mirë se ke ardhur në Gjakovë. Unë e di që ju nuk ndalni kurrë, sidomos me këto kampionatet, me bodybuilding, me fitnesse, me gjitha këto aktivitetet cilat mbahen vit për vit, një vit I suksesshëm po thuaj që ishte viti 2013, për plot fitues. Po, me të vërtet ka qenë viti I suksesshëm viti 2013, me qenë se si ju edhe shumë sportistë tjerë e dinë se aktivitetet e mia personale janë të ndalun, me qenë se tash tek si kryetari I Federatës pritën angazhime qera, duhet një kontribut tjetër. Po, me ki majtë epitetin e sportistit. Po, unë ku majtë sa vjetë me radhë. Shumë vite me radhë. Sa vjetë me radhë, po tash I ka radha dhe dikuj tjetër, që ti nëshojmë randë dhe gjeneratës më tre. Kështu që komendu që si që kom kontribuet si individual, si person fizik në sportin e bodybuildingit, mendoj se kontributi jam do t'jetë edhe më I mirë dhe më I suksesshëm si kryetari I Federatës. Na kemi pas organizime edhe jashtë vendit si vjet ku asnjë vit tjetër s'kan qenë më të mëdha, ku kemi kurrë suksese pothuajse në 6 federata, 7 federata botërore që njihen jashtë të vendit, kemi qenë një ndër federatat më të suksesshme. Si vjet me titujt më të lartë që kemi marrë me kampion bote, kampion absolut bote, ku I kemi 3 kampion botëror, kemi 9 kampion botëror në fitness, kemi 9 kampion botëror, në kampion evropian, kështu që rezultatet kanë qenë edhe kampion evropian në Hungari. Kështu që bukur. Gjithë këta këto janë rezultatet jashtë vendit, kurse në brenda vendit si çdo herë, si çdo vit tjetër, kemi pas kampionatin e Kosovës dhe kampionatin bashkëkombëtar, siç e marrim çdo vit. Apet suksesi ka metë në Kosovë, ku ka qenë kampion I Kosovës dhe kampion absolut dhe bashkëkombëtar që merren 3 tituj, ka qenë Egzoni nga Prishtina, Egzoni Seni, edhe epitetin e sportistit, ka fituar Egzoni Seni ku në herit edhe mbas kampionatit Kosovës ka fituar titullin e kampionit botëror në Itali. Bukur. Esat, e din gjitha ato, ndoshta ti kryesisht domethënë e din sakrificën, e din mundimin, e din gjitha që është për me arritë, se vetë ki qenë sportist dhe ti tash mundohesh që maksimumin edhe më të mire me jep për gjitha ata të cilët kanë vullnet edhe dëshirojnë të miren pikërisht me këtë sport. Po mbështetja institucionale sa ekziston? Unë që në vit kam me këtë titull që kom marrë si udhëheqje e federatën, kemi një bashkëpunim të mirë me drejtorinë e sportit, kemi një bashkëpunim të mirë edhe me ministrinë, ku jemi taku direkt edhe me ministrin. Ka premtimet veç I ka marrë, se e kalum në një fazë viti 2013, ku kemi edhe premtime tjera që viti 2014 ne si federate kemi një projekt ku është për herë të parë që mohat në histori mund me thonë, një kampionat shumë I madh, kampionat evropian që do të mohat në Kosovë, ku pritet rreth 300 garues me qenë pjesëmarrës në këtë kampionat, kështu që ky kampionat do të mohat prej datës 23 maj deri do zgjat 3 ditë. Ashtu janë rregullat e kësaj federate. Dhe shpresoj që edhe ministria ato premtime që I ka marrë, pa dyshim që do t'i mbajë, sepse kemi kontakte. Për cilave vende do të vinë? Po janë dikun 23 shtete. 23 shtete. Po janë dikun mas pakti që do të presim janë 300 garus. 300 garus. Do të mbahet në Gjakov? Jo, do të mbahet në Prishtinë. Interesi pse mbahet në Prishtinë është se janë interesi media, është hapësina, janë lëvizjet, aeroporti më afër. Kështu që ne kemi këshirë edhe pak interesat që me konë ma të ngushtuar pak me se duhet një buxhet kogja I madh për me strehu, me angazhu, është komoditet ajo që duhet bërë. Po, keni gjetë mbështetje për pas institucioneve? Të ministria kemi gjetë një mbështetje, tani kemi këshirë me donator, dikon na kemi fillu vish me projektin me realizu, zbashku me sekretarin e kësaj federate Sabri Dragushin, e cili mon përgjësit plota I, po thuaj se
është i vetmi person që mes tepër i bie si barr, edhe pse është edhe në Prishtinë, kështu që dikun rreth 50% të këtyre obligime, këtij organizimi i ka përfundu. Kemi arrit me gjetë me siguru fjetjen, kemi arrit me gjetë me siguru transportin për aeroportit, kështu që na kanë metë bina, ndriçimi, salla, këtu janë përfundune. Janë edhe do gjona elementare, kështu që presim prej edhe donatorëve qërë që kanë me përkrahë këtë aktivitet, sepse është një aktivitet që nuk u pa në erë në Kosovë. Unë po të uroj gjithat mirat sukses në këtë aktivitet, po para se ta përmbyllim këtë intervistë, unë duhet patjetër një përgjigje prej teje. Kush prej Gjakovës do t'jetë ashtu siç keni qenë ju? A ke ndonjë që ushtron dhe punon? Është pak më e vështirë, vështirë, me qenë se interesimi në fitness është jashtëzakonisht i rritur tash, është shumë më i madh se ka qenë dikur. Që ka qenë dikur, po. Edhe ka klube dhe janë kushtet më të mëdha, po më varet tash ne si federat sa punojmë që t'i motivojmë të rritë, që ata ta kanë një destinacion ose një interes që ku duhet më shku ata. Po. Nëse ne kemi organizime të mira, afrojmë kushte pak më të mira, si federat duke pas edhe një përkraje nga ministria, atër unë shoh se ka shumë të ri që do t'jenë edhe më të mirë se unë në Gjakovë. Po? Unë po të falenderoj shumë, faleminderit shumë që gjete kohë, ti je shpash sot bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe Blavi. Faleminderit edhe ty Lap, faleminderit edhe Radio Televizionit. Ne takohemi për të mira veç, në aktivitetet e juja. Ma mira është kur merresh me sport, është diçka më shajt për mua. Mendoj se është më mirë. Definitivisht. Faleminderit shumë, faleminderit.